Organizuar ka rrëzuar sot kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për zëvendësimin e masës së sigurisë kundrejt një garancie financiare. Si u argumentua ky vendim? Po njësita, sikur se ju e tha, gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e radhës të bërë nga ish-presidenti i vendit zoti Ilir Meta, i cili kërkonte shfuqizimin ose më saktë prishjen e vendimeve dhe shfuqizimin e kësaj mase sigurie, duke lënë në alternativë që gjykata mund të caktonte masa më të lehta për fshirje dhe garancinë pasurore në shumë prej 50.000 euro që kishte zotuar, ose më saktë që ishte zotuar avokati i tij Kujtim Cakrani se do ta depozitonte në llogarinë e gjykatës, nëse gjykata do të vlerësonte se ishin kushtet dhe kriteret që ish-presidenti të dilte nga arresti në burg dhe të shkonte në një masë alternative. Megjithatë, gjykata nuk i ka pranuar kërkesat e avokatëve dhe nuk mund të themi ende me saktësi se ku është bazuar gjykata, përsa kohë që gjyqtari i posaçëm Paulin Qera e zhvilloi seancën me dyert të mbyllura për shkak se bëhet fjalë për masë sigurie, por nga ana tjetër vendimi nuk është arsyetuar ende. Por duhet theksuar se në kërkesën e paraqitur përpara gjykatës së posaçme, ish-presidenti i vendit zoti Ilir Meta dhe avokati i tij Kujtim Cakrani pretendonin se nuk ka më kushte dhe kritere që ai të mbahet në masën e arrestit në burg. Kjo së pari sepse hetimet për rastin, pra si proces Dian, ashtu edhe për kontrata që ishte Lëvizja Socialiste për Integrim, ka lidhur me kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe për akuzat e fshehjes së pasurisë dhe pastrimit të parave, kanë përfunduar e tashmë dosja është kaluar për gjykim themeli në gjykatën e posaçme. Në këtë mënyrë, zoti Meta argumentonte se nuk ka asnjë mundësi që ai të intimidojë dëshmitarët apo të prish provat, dhe nga ana tjetër kërkon të lirohet nga qelia me qëllim që të rikthehet në aktivitetin e tij politik si presidenti i Partisë së Lirisë. Megjithatë, prokurorët kanë dalë kundër duke arsyetuar se përsa kohë që dëshmitarët nuk janë rrëfyer në procesin penal në themel ndaj Ilir Metës dhe të panderurve të tjerë për fshirje dhe ish bashkëshorten e tij, ish politikanen Monika Kryemadhi, mund të ekzistojë ende rreziku sipas tyre që Ilir Meta të intimidojë apo friksojë ato. Megjithatë, do duhet të pritet vendimi i gjykatës së posaçme për të parë se ku është ndaluar pikërisht gjyqtari Qera për të rrëzuar kërkesën e ish-presidentit, ndërkohë që paralelisht pritet që në gjykatën kushtetuese të ketë një vendimmarrje lidhur me pretendimet e zotit Meta që në krye të herës ka arsyetuar se është arrestuar në mënyrë të paligjshme, madje ai ka cilësuar arrestimin e tij si një rrëmbim dhe procesin ndaj tij si një proces të motivuar politikisht. Megjithatë, deri në këtë momente zoti Meta mbahet në masën e arrestit në burg. Ai është arrestuar në tetor të vitit 2024 dhe aktualisht ditën e sotme në fakt kur gjykata ishte duke shqyrtuar kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë për të, avokati Cakrani na tha se zoti Meta kishte edhe ditëlindje dhe mbushte plot 57 vjeç dhe menjëherë sapo përfundoi seancën, avokati Cakrani u drejtua për në ambientet e burgut 313 për të festuar me sa duket me ish-presidentin ditëlindjen e këtij të fundit. Po, ndërkohë, pak më parë Xhaxhai Alex Mik